Ministria e Arsimit kishte paralajmëruar se në shkollat e vendit duhet të nisë shpërndarja e tekseve shkollore më 25 gusht, por kjo nuk ka ndodhur. Televizioni Lezhë ishte pranë godinave të shkollave të qytetit, në atë 9-vjeçare Gjergj Fishta e Kosova, në gjimnazin Hydajet Lezhë e në shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka, dhe në asnjërin prej tyre shpërndarja e librave nuk kishte filluar. Në një intervistë drejtori i shkollës Kolin Gjoka, Bart Degjonaj, u shpreh për këtë vonesë. Edhe ne kemi marrë një njoftim që data 25 do të ishte fillimi i shpërndarjes së librave, por besoj që kjo ka qenë ndoshta për kryeqytetin dhe pastaj në ditët në vijim bëhet shpërndarja në gjithë vendin, sepse mendoj ato kompanitë e shpërndarjes nuk kanë arritur deri tani t'i sjellin edhe në Lezhë, por nuk besoj se ka prish punë për një ditë, sepse kemi edhe gati 20 ditë në dispozicion, kështu që edhe shpërndarja e librave do të jetë në kohën e vet dhe do të jetë si çdo vit tjetër. Ndërkohë, drejtoritë arsimore ka njoftuar drejtuesit e gjimnazeve përmes emailit se për klasat e 10-ta dhe të 11-ta shpërndarja e tekseve shkollore do të nisë më 30 gusht. Atyre nuk ju ka mbërritur ende katalogu i librave përmes të cilit bëhet kategorizimi i teksteve. Këtë vit shkollor, klasat e para, të dyta, të gjashta, të shtata dhe të 10-ta pritet të kenë kurrikull të re mësimore. Në disa prej shkollave të vendit, nxënësit e klasave të 10-ta do të mësojnë edhe lëndën e kulturës fetare.